Në një deklaratë për shtyp, lideri i opozitës Sali Berisha i ka drejtuar thirrje të forcë shqiptarëve të diasporës që të marrin pjesë në zgjedhjet e 11 majit. Ai e quajti këtë një mundësi historike për të ndikuar në të ardhmen e Shqipërisë, duke shprehur shqetësim për parregullsitë e konstatuara me votimin me postë në disa vende. Berisha theksoi se kjo nuk duhet t'i dekurajojë emigrantët, por përkundrazi të forcojë vendosmërinë për pjesëmarrje dhe direkt të jenë në qendrat e votimit në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Një mesazh për diasporën shqiptare, e cila ka qenë shpirti i kësaj fushate elektorale. Thirrja ime është cili do prej tyre që mund të vijë të votojë në datën 11 maj i bën një shërbim historik vendit dhe kombit të tij. 11 maj është dita përcaktuese e të ardhmes së kombit shqiptar. Qindra mijëra emigrant u regjistruan për të votuar, por një çrregullim i organizuar u konstatue në 2 vende me postën e cila ka një emër autoritar të mirë, po që shfaqi parregullsitë më të mëdha. Kjo uroj dhe shpresoj të mos dekurajoj, po përkundrazi të nxjisë çdo qytetar shqiptar jashtë vendit që mund të vijë këto 2 ditë dhe të votojë ditën e diel në qendrat e votimit, do t'ishte shërbim i jashtëzakonshëm, një rast unik. Në vijim të fushatës, Berisha ka ftuar qytetarët e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë që të bashkohen sot në bulevardin e ri në orën 19:00 për tubimin masiv përmbyllës si simbol i unitetit dhe fitores së pritshme. Ai përshkroi këtë fushatë si një përplasje mes narkoshtetit dhe qytetarëve të lirë, ndërsa i dha tonin ngjarjes me retorikë të zjarrt dhe me mesazhe mobilizuese për votuesit. Kjo do jetë konferenca ime e fundit si kryetar opozite, mbasi pas datës 12 maj, kjo opozit është majorancë. Bëhet majorancë e Shqipërisë. E keni ndjerë dhe ju dhe e ka ndjerë çdo shqiptar këtë. Kjo është ndjesia më reale, por në mënyrën më të frikshme ka ndjerë Edi Rama. Ju e patë si shkallmoi Mram në televizion. Berisha shprehu bindje se pas 11 majit opozita do të dalë fituese dhe do të marrë drejtimin e vendit. Ai nuk kurseu as kritika ndaj kryeministit Rama, duke aluduar për një gjendje të rënduar nervore të tij në daljet e fundit publike. Gjithashtu, Berisha vlerësoi kontributin e këshilltarit amerikan Chris LaCivita si një nga arkitektët kyç të fushatës, duke konsideruar si një faktor të rëndësishëm për suksesin e saj të mundshëm.